Në rregull, le të futemi menjëherë në temë. Mirë se vini në këtë analizë ku do të zytemi në disa nga konceptet më intriguese të historisë dhe filozofisë morale. Sot po eksplorojmë altarin e së vërtetës dhe më specifikisht një simbol vërtet magjepsës, librin e ligjit të shenjtë. E dini, ka diçka thellësisht tërheqëse në mënyrën se si traditat e lashta përdorin objekte fizike fare të thjeshta për të përfaqësuar koncepte mendore masive. Qëllimi ynë sot është të zbërthejmë pikërisht këtë themel moral, duke parë se si këto simbole udhëheqin karakterin njerëzor. Le të fillojmë. Pra, imagjinoni pak këtë skenë. Në çdo hapësirë ku zhvillohet kjo traditë, është një pikë qendrore që të rrëmben menjëherë vëmendjen. Pra natyre simboleve që pothuajse të gjithë i njohim vizualisht, si këndrejta dhe kompasi, qëndron e një libër. Dhe nuk është lënë aty thjesht rastësisht apo sepse dikush harroi ta hiqte, është vendosur fiks në qendër të altarit. Pse vallë një libër mban një peshë kaq të rëndë filozofike? Vendosja e tij aty tregon një gjë. Çdo veprim tjetër sillet rreth asaj që ky libër përfaqëson. Dhe pyetja natyrale që na lind të gjithëve është, çfarë sekretesh fshihen vërtet brenda atyre kopertinave? E po, për të kuptuar thelbin, le të shohim fillimisht se çfarë është saktësisht ky libër. Le ta sqarojmë menjëherë, nuk është thjesht një objekt fizik. Në fakt, ai përkufizohet si një tekst shpirtëror që konsiderohet i shenjtë nga vetë anëtarët ose nga kandidati që po iniciohet. Është simboli suprem i së vërtetës shpirtërore dhe ligjit moral. Por këtu është kleçka dhe kjo është e rëndësishme, theksi nuk është tek doktrinat e fjalëpërfjalshme apo dogmat e ngurta, as pak. Fokusi është tek kërkimi i pandërprerë i urtësisë dhe pranimi i përgjegjësisë ndaj një krijuesi. Është një kujtesë e vazhdueshme që jemi të lidhur me një rend etik shumë më të lartë se vetja. Tani, mbahuni fort sepse këtu shkërmoqohet nga keqkuptimet më të mëdha. Ai libër në qendër të altarit nuk është domosdoshmërisht një tekst i vetëm. Është vërtet mahnitse të shohësh larmishmërinë e teksteve që përdoren. Në botën perëndimore, po, gjejmë shpesh Biblën, por në përbot, ai vend nderi mund të jepet Kuranit, Torahut, Vedave apo teksteve të tjera. Nëse ka antar me besime të ndryshme në të njëjtën dhomë, librat mund të vendosen krah për krah. Kjo, me thënë të drejtën, e hedh totalisht poshtë idenë e një mentaliteti të ngushtë apo përjashtues. Dhe kjo ilustron në mënyrë të shkëlqyer se si funksionon vërtet kjo filozofi. Ka një tolerancë absolute dhe respekt të thellë për ndërgjegjen individuale. Duke mos imponuar kur një tekst të vetëm mbi një tjetër, synimi është briljant, të mos zaventësohet apo imitohet kur feja. Përkundrazi, kjo strukturë krijon diçka krejtësisht unike, një fushë neutrale. Është një urë ku njerëz që mbasen në rrugë do të debatonin pafund për teologjinë, këtu gjejnë një bazë të përbashkët. Ata bashkohen në rreth vlerave morale dhe zhvillimit shpirtëror, dhe jo rreth dallimeve tyre. Për të qenë sa më të saktë, le të bëjmë një dallim kristal të qartë mes dy koncepteve që njerëzit i ngatrojnë vazhdimisht. E kemi fjalën për dallimin mes fesë dhe këtij sistemi filozofik. Feja mban dogma specifike, ajo të ofron një rrugë për shpëtimin e shpirtit dhe ka arritje të rrepta teologjike. Nga ana tjetër, ky institucion është rreptësisht një sistem filozofik dhe moral, nuk ka sakramente, s'të premton një rrugë shpëtimi dhe absolutisht nuk synon të zëvendësojë besimin tënd personal fetar. Përdor thjesht simbole fizike për t'i bërë njerëzit qytetarë më të mirë dhe individ më të virtytshëm. E thjesht apo jo? Megjithatë që kjo të funksionojë, ekziston kushti i besimit të një forcë më lartë. Dhe këtu hyn në skenë një term vërtet gjenial: arkitekti i madh i universit. E kuptoni pse e përdorin këtë? Është një ombrellë gjuhësore plotësisht universale. Për dikë ky arkitekt është Zoti i Biblës, për dikë tjetër Zoti i Kuranit, apo thjesht një krijues suprem që mban universin. Duke përdorur këtë term neutral, shmangen të gjitha ato debatet shterp teologjike dhe i gjithë fokusi mbetet tek ruajtja e harmonisë dhe vëllazërisë. Le të kalojmë te thelbi dhe të shohim se si e gjithë kjo ndërton diçka që quhet fillim moral universal. Imagjinoni të gjitha besimet botërore si dhjetra shtigje të ndryshme që ngjiten në të njëjtin mal. Shtigjet duken ndryshe, rregullat janë ndryshe, ritet janë ndryshe, por sapo i afrohen majës, ato kryezohen në të njëjtat parime etike themelore. Qëllimi i kësaj tradite nuk është t'i detyrojë të gjitha fetë të bëhen një, as pak. Qëllimi është thjesht t'i evidentojë atë fill të artë që na mban të bashkuar si qenie njerëzore, pavarësisht se si zgjedhim të lutemi. Pra, pika thelbësore vërtitet rreth 3 shtyllave absolute mbi të cilat mbështetet ky thelb moral. Dhe kjo është vërtet thelbësore. Së pari, kemi drejtësinë, dhe kjo do të thotë në praktikë që duhet jetojmë me barazi dhe t'i trajtojmë të tjerët në mënyrë të drejtë. E dyta është ndershmëria apo integriteti i pastër. Kjo kërkon sinqeritet total dhe le ta pranojmë atë sfidën më të madhe moderne, të kontrollosh vazhdimisht egon tënd. Dhe e treta, dhemsoia.
nevoja e panegociueshme për të respektuar thellësisht dinjitetin e çdo qenie njerëzore. Këto 3 koncepte janë busulla e vërtet personale. Tani, dëgjoni pak këtë frazë, sepse ka një impakt vërtet të jashtëzakonshëm. Dija pa moral konsiderohet e rrezikshme. Fillon të ketë kuptim apo jo? Sipas këtij bot kuptimi, ti mund të grumbullosh të gjithë dijen dhe inteligjencën e botës, por nëse s'ke një busull morale apo virtyte thelbësore, nuk konsiderohesh një person i suksesshëm. Në fakt, je i rrezikshëm. Faktet dhe mendja janë vegla jashtëzakonisht të fuqishme, por urtësia duhet patjetër të drejtohet nga një ndërgjegjje morale e pastër, në mënyrë që të shërojë dhe jo të shkatërrojë. Dhe këtu e gjithë kjo filozofia abstrakte zbret në tokë dhe bëhet krejtësisht fizike. Gjatë ritualeve ndodh një moment zotimi tepër serioz. Kandidati shkon aty dhe vendos dorën direkt mbi librin e ligjit të shenjtë. Nuk është as si të firmosësh një kontratë punësimi dhe as një veprim rutine pa kuptim. Është ideuar si një moment jashtëzakonisht i rënd moralisht. Është lidhja fizike mes parimeve të librit dhe premtimit të pathyeshëm të personit që po qëndron aty. Por, befasia më e madhe e të gjithë këtij procesi, drejtimi i këtij zotimi. Mund të mendoni se ata betohen para një organizate të frikshme, e cila do t'i ndëshkojë nga jashtë, por e keni gabim. Objektivi është 100% i brendshëm. Angazhimi bëhet drejt për drejt vetvetes. Është një premtim para ndërgjegjjes tënde shpirtërore për të qëndruar besnik moralitetit universal, të vërtetës dhe virtytit. Është pika më e lartë e llogaridhënies personale karshi vetes tënde për të arritur një standard shumë më të lartë zhvillimi. Kjo na sjell natyrshëm te qershia mbitor të kësaj analize. Metafora e ndërtimit të tempullit të brendshëm. Kemi folur gjatë gjithë kësaj kohe për një libër fizik, për altare, objekte, por a e dini çfarë? Ato s'janë qëllimi në vetvete. Asnjë katedrale dhe asnjë rokaqielli ndërtuar ndonjëherë në botë nuk është më i rëndësishëm se struktura që ndërtojnë brenda nesh, karakteri ynë. Libri i ligjit të shenjtë shërben thjesht si një planimetri, një hartë arkitekturore për t'ju ndihmuar të ngrini muret e forta të këtij ndërtimi fantastik mendor dhe shpirtëror. Si e ndërtojmë këtë strukturë thelbësore? S'mund nisim nga çatia, apo jo? Ka 3 hapa thelbësor. Së pari, fillon me reflektimin dhe kërkimin e së vërtetës. Refuzoni të merrni gjërat e gatshme dhe verbërisht. Së dyti, kërkohet zhvillimi i thellë i vetvetdijes morale dhe për ulësisë. Arroganca dhe mendjemadhësia e rrëzojnë këtë tempull brenda natës. Dhe hapi i fundit, të ngresh gjithçka mbi shtyllat të drejtësisë dhe virtytit. Pa këto të fundit, pavarësisht se sa i zgjuar apo i suksesshëm je jashtë, struktura jote e brendshme do të mbetet gjysmë e rrënuar dhe do të thyet me sfidën e parë reale. Të gjitha këto mësime që sapo pam, provojnë se ai simboli lashtë mbi altar është vetëm një pasyrë për t'u përballur me punën e vështirë që duhet bërë brenda nesh. Dhe kështu, e gjithë kjo na shtyn drejt një pyetje e vërtet provokuese që do të doja ta mbani me vete. Nëse injorojmë përpak simbolet e vjetra, cilat janë ato parime thelbësore që po përdoren për të ndërtuar apo edhe për të shkatruar tempullin e brendshëm të karakterit njerëzor në botën e sotme moderne, apo ndërtojmë me tullat e egoizmit dhe aparencës sipërfaqësore, apo me ato shtylla masive të drejtësisë dhe ndershmërisë. Është diçka vërtet e thellë për t'u menduar. Shpresoj që kjo analizë t'ju ketë ofruar një dritare krejt të re mbi zhvillimin e vërtet moral.